Kjo nuk qëndron. Ata kanë marrë dënime dhe penalizime qoftë në Shqipëri, qoftë në Itali. Por po flas për klanin, jo për ata, fal një minutë. Ta shumë drejt. Por do të dish një gjë. Klani Troplini u transformua në kartel droge këto vite. Pse? Sepse nga viti 2020 Klani Troplini ju dhurua porti i Durrësit, që në këtë moment u bë i vetmi klan me port në dispozicion. Dhe këtë e din çdo njeri, dhe këtë e kemi denoncuar me 10 herë. Kaq i fort u bë ky kartel, sa që ndodhi për asi një moment që u kap një kamion plot me drogë në Durrës. Kamioni në vend se të bllokohej, shkoi në rezidencën e Troplinëve, u shkarkua droga dhe u kthye, dhe kjo është me dokumenta, u rikthye në Durrës. Pra, sigurisht Shqipëria ky nuk është i vetmi kartel. Kartel janë pamdyshje hakmarrja për drejtësi me Xibrakën. Ata që bën Xibrakën, ata tregojnë që janë kartel. Kartele është Suelçela, masi kontrollon autostradën e heroinës për në Europë, në Elbasan. Kartel janë Bajrët, sepse janë me lidhje nga më të shumtat. Këto janë kartelet kryesore. Por po të veshë ti, kur mbahet 22 ditë urdhër arresti, vetëm për të mos u goditur, për të përmbushur misionin për të sjellë në parlament Arkëndballën, Drazhin e të tjerë, besoj se nuk bëhet fjalë për goditje, po bëhet fjalë për mos goditje. Ata ushtarët e tyre që janë kapur, ata Troplinët, Xhevdeti, Elvisi, ka në i tjetër që është e hije fare, po do dalë dhe ai se kush është. Po i tyre, bos i tyre. Ata, pa diskutim, që u njoftuan dhe u larguan. Dhe u njoftuan e u larguan, nuk mund të them se u njoftuan nga gjykata. Për arsye se gjykata i dorëzoi këtu me datën 30 prill ka dorëzuar urdhër të arrestet. Ata kanë qenë gjerë me datën 11 maj që të gjithë në terror elektoral në Durrës. Kjo është. Askush s'mund të mohoj këtë akt të shëmtuar të Altin Dumanit. Askush. Dhe bashkëpunim të ngushtë me kartelin Troplini. Çfarë do të kishte ndryshuar për Partinë Demokratike, zoti Berisha, nëse ky plan do të ishte goditur më herët, pra përpara zgjedhjeve? Çfarë do të kishte ndryshuar për Partinë Demokratike në raport me zgjedhjet nëse do të goditet më herët? Ky plan është vetë pushteti i mafjes, se godistin dot këta. Se godistin e njoftuar, nuk e goditën. Kapën ca ushtar, po as Xhevdeti dhe as Elvisi nuk u goditën. Ishin kryesor, ju e dini kush janë kryesorët aty. Doktor. Po, edhe sot i kanë, të gjithë Toto Kafet janë të tyre, të gjithë lojrat e fatit në Durrës janë të tyre, po ky nuk guxon, se duket e kanë paguar mirë të vendosë sekuestro. Ky nuk vendosë sekuestro mbi Rokov Kavaja, që ka lejen e hotelit dhe ka hotelin 11 kate mbi tokë, 3 kate nën tokë. Jo. Mund na e thuash emrin e bosit të hije që fakti shpejt do i dalë emri? Urdhë? Mund të na e thoni zoti Berisha emrin e bosit në hije që deklaruat se shumë shpejt do t'i dalë emri? Po hetojnë.
nuk mund ta them po ta shu po hetoj. Edhe ne po hetojmë sepse këta janë prandori. Pasurish pronash. Dhe ne po bëjmë një jetim me ato mundësit pakta që kemi. Doktor, por kjo ka shumë mundësi. Megjithse mjaftojnë lejet të ndërtimit që kanë marrë qoftë Troptini, qoftë Altin Hajri, i cili në këto 2-3 vite të fundit është vjeshtuar me Troptin, sepse Troptit janë më të fuqishmit de facto edhe në vend më të fuqishmit ata janë.